Viti 2025 për judon shkodrane ka rezultuar një nga më të suksesshmit, pasi në drejtimin Anton Shkozës, Vllaznia ka nxjerrë 7 kampion kombëtar, 5 për të rritur dhe 2 kadet. Suksesi ka kaluar edhe përtej Shqipërisë, pasi 2 motrat Krista dhe Kasandra Kovaçi kanë fituar edhe 2 medalje ballkanike, por çuditërisht ky sukses kombëtar dhe ndërkombëtar edhe përgjatë vitit të kaluar, si vjet është përblyer me shkurtim drastik të fondeve nga ana e Bashkisë së Shkodrës, duke u përkthyer në vështirësi të mëdha financiare për ekipin. Viti nga aktiviteti sportiv ka qenë shumë cilësor, shumë i mirë, me rezultate të larta, kurse nga ana financiare ka qenë i diskriminim plotësisht i joni. Vetëm judoja Shkodrane. Edhe tash rrezikohet me mik edhe 5 sportista, masi trajtimet nuk ishin të mjaftueshëm për vitin që ka dalë. Masi u penalizuam shumë me hekjen e 15 milion lekëve pas një lloj motivi. Nga shkurtimi i fondeve dhe problemet financiare të judos, po përfitojnë ekipet e Tiranës, ku për 5 kampionët absolut të Vllaznisë dhe medalist ballkanik, po tentojnë t'i marrin ato. Sipas ligjit, edhe me vendim të Këshillit të Ministrave, judistët në fjalë konsiderohen sportistë të nivelit të lartë dhe duhet të kenë trajtim të veçantë financiar. Oferta ka pas Tirana, studentit, ka shumë se ju ofrojnë këtyre sportistëve. Edhe sot dy titullarët e mia si bojnë stëvitjen në Kosovë, sot mungojnë të ata. Të dyja janë medalje bronz, të dyja janë kampione kombëtare. Po thirrën nëse duan me pa nivelet të larta edhe të jetë pararoja judo Shkodrane, ndihmoni edhe ma çoni aty ku ishte edhe diçka stimuloni më tepër, mos e meriton judo Shkodrane, mos i punojmë, nuk tallna. Punojmë me profesionalizëm edhe nuk e kena për biznes, e kena për edukim, e kena për formim. Ekipi judos zhvilloi edhe festën e fundvitit, duke festuar rezultatet e arritura, ndërsa për të vezlit ishin rezervuar edhe disa dhurata simbolike.